shkruan Ferdinand Dervishi. Logoja që kryeministri po emeton këto ditë dora me 5 gishtat, do me thënë votoni numrin 5, se unë do jem ylli që do ju fus në Bashkimin Evropian, ka një ngjashmëri të frikshme me banerin e filmit Hollywoodit Five Fingers në Shqip, 5 gishtat, shfaqur në vitin 1952 dhe luajtur nga aktorët më në zët kohës James Mason dhe Daniel Terex. Filmi është bazuar në historinë e vërtetë e një spioni shqiptar të quajtur Ilyas Banza, i cili shërbeu nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. Për sekretet që vodhin në ambasadën britanike të Ankaras, Ilyas Banza u pagua me lira angleze që ishin falsifikuar nga të burgosurit në kampet e Hitlerit, pasi grumbulloi një shumë të konsiderueshme të holla. Shqiptari Banza u arratis në Argentinë, ku menjëherë nisi një jetë shturur mes femrave, alkoolit dhe festave pafund. Por kjo jetë e shturur, kuptimi i së cilës lexohet në banerin e filmit 5 gishta, do të ishte e shkurtër. Një bank zbuloi se lirat angleze ishin falsifikuara dhe shqiptari Ilyas Banza u detyrua të fshihej e largohej nga Argentina duke e kaluar pjesën e mbetur të jetës në një mjerim halucinant. Një histori që askush nuk do dëshironte të kishte lidhje me realitetin shqiptar, edhe pse perversitetet e Ilyas Banzës të shkruara në banerin e filmit, një në secilin gisht janë tmerrsisht të ngjashme, me perceptimin që shumë kush ka për ideuesin e logos së re që po përdor kryeministri. Kuptimi i fjalëve në gishtat e dorës në banerin e filmit: lust, dëshirë fortë seksuale; greed, babzi; passion, emocioni fortë që mezi kontrollohet; desire, dëshirë ekstreme për të pasur ose poseduar diçka; sin, veprimi moral i konsideruar si shkelje e ligjit hyjnor. Do me thënë LGPDS.